Vuani nga kolla, astma dhe bronkiti, përzjini mjalt me qep dhe do befasoheni. Përbërësit janë gjysmë kile qep të kuqe, gjysmë kile sheqer ngjyrë kaf, 2 limon të mesëm, 6 gota me ujë, 7 lugë mjalt të pa përpunuar. Vendoseni sheqerin në një tenxhere të madhe dhe lëreni atë në një temperaturë të mesme. Trazojeni derisa të marrë ngjyrë të bukur të artë. Më pas, shtoni qepët e coptuara më parë. Trazojeni për disa minuta dhe shtoni ujë. Lëreni të vlojë përzierjen derisa të mbetet vetëm 1/3 e ujit në tenxhere. Pas kësaj, përzierjen largojeni nga zjarri. Ndërkohë, shtrydhni lëng limoni, shtoni mjalt dhe së bashku hidhni në përzierjen që përgatitet më parë. Lëreni përzierjen të qëndrojë për një natë. Më pas në mëngjes hidheni në një shishe. Konsumoni një lugë të përzierjes para dhe pas një vakti. Përsëriteni derisa gjendja e moshkrive tuaja të jetë më e mirë.